nuk ka ndodhur. Adnan, ti si avokat, po njëkohësisht edhe si menaxher i Ordit edhe i Mirdonit, so e ki ma të lehtë ose ma të vështirë kur dje puna te negociatat e koncerteve, e dasmave këto. A ki ma të se një ligjin? Po, bimi të edhin, na kena punu negociato, u bon gati mbi 15 vite që punoj. Për që një bashkë, po, për që bëjmë bashkë. Dhe me gjitha studiet me këtu më Prishtinë, me krejt kolegë, me nazmet. E kom pas shumë atlet me, sidomos këtë anën e menaxhimit me kontrata, me pronar, o kon shumë e lehtë, të marrë përvojën për juve. Po. Dhe më thonë e kim atlet, kur dhe puna kur të bëni një marrëveshje me një klub ose diçka. Po, e kam shumë për shkak se profesion. A bën shime, po? Po, për që me di se ti që një ligjën dhe... Po, kjo profesioni ma letën shumë këtë farë pjesë, për shkak se i di rrethonat, i di e një për mënej ligjën këtë farë fushë, edhe e di sakt çka nëse vje puna me shku në gjykatë, cilat janë mundësit, sa zgjatë, sa zvarritet, a është ma mirë me bon një marrëveshje, veç me mshel një rast, mos me shku në gjykatë, kjo është shumë përparësi e madhe. Po, unë mendoj që ti kështë shku gjithmonë të bo marrëveshje, se përpesej që e kështë pati një pronar, një klube, se na jem këtu edhe punojmë vazhdimisht bashkë edhe. Adnan, për fund, cili është mesazhi yt që i drejtohesh artistëve, sidomos artistëve të ri që në shkruajnë kontrata me ndonjë menaxher ose kompani menaxhuese? Është më rëndësi që tash në publik shpesher kur ti folet për menaxherë shohin si përfitues, e kanë një perceptim të keq për menaxherin, për menaxhmentin, po është më rëndësi me ditë që ka artistë që për shembull janë të një menaxhment i caktuar, edhe menaxhmenti bukën e gojës vetë ka nda për atë artist me vite, vetëm për me që thujmë na për me dhezë një ditë. Edhe tash du të me konë edhe artista, du të me konë falenderus edhe me konë në mirënjës për punën se cilit menaxher, por me te kontratat i kisha këshillu që me pas parasysh, sepse është vullnet i tyre i lirë, me ditë cilat janë kërkesat e artistit, cilat janë menaxherit, cilat janë drejtat, detyrimet, cilat janë edhe si ka me orde të ndarja e përfitimeve, sepse shumë kush e ka nis pe zerrës, edhe u ardhë bo dikushi. Tash nuk do me thonë që me një ditë që të ka dhezë një kongë, edhe më qu, edhe me ndryshu kontratën, me konë jo falenderu se do të me ditë pe kuj që njës, kuj e ardhë dhe ku po shkën. Këtë jetë shumë rëndësi me konë mirënjës edhe falenderus për se cilën. Edhe unë mendoj që fillimisht artistat e ri ka nevoj, që them e cike me fillim ka nevoj për një përkraje, për një gjetje një menaxhmenti që veç fillimisht e financon, e mbështet, e mbron, mirët me to, do më thonë, deri në pikën ku ai veç e merr një kohë të karrierës që drejtohet. Dhe pastaj po fillojnë problemet kur po vinë sukseset e shpejta, po vinë te problemet edhe te mënyra e interpretimit sipas dëshirës vetë se cilit kontratës. Kontrata është një, nuk mundet tani ajo më interpretue sipas qefit tën. Do të me kanë realist edhe me pa qysh orë dhe i te aje farcitat. Unë kisha thonë që se cili artist i ri do të me kanë në falenderus, mirënjës, edhe artistat tjerë të cilët nuk kanë fillu këtë punë dhe dojnë me pas një menaxher, një menaxhment, para se të vendosim në nënshkru kontratë, me ditë për qa për nënshkrujnë, edhe nuk besoj kur që ka marrë dhe i të problemet e kësaj natyrë.